Sot u zhvillua provimi për vlerësimin e arritjeve të nxënësve të arsimit fillor, i njohur si VANAF për të gjithë nxënësit e klasave të pesta. Ky proces u mbajtë edhe në Elbasan, ndonse në mëngjes nxënësit u shfaqën të emocionuar pas daljes së nga testimi, u dukën të lumtur dhe të çliruar, pasi sikundër tekstuan ishin njëri të cilat i kishin marrë më herët dhe i kishin punuar me mësuesit. Ishte shumë i thjeshtë se para provimit që bë, ishte i lirë, kështu, edhe nuk është se na tregonin shumë gjëra, po i tamam, ishte koha na doli, gjithë e marruam për herë. Provimi ishte shumë i thjeshtë dhe kisha plot emocione për shkak se kujtoja që ishte shumë i vështirë, por provimi doli shumë i thjeshtë dhe kaq. Testi nuk ishte shumë i vështirë dhe të them të vërtetën, unë i plotësova të gjitha. Më mjaftoi sepse ishte dhe e gjatë. Në fillim kisha shumë emocione, sepse nuk mund t'i mbaja dot për brenda, por pastaj nuk kisha emocione. Më doli gjithë koha, ishte shumë i thjeshtë, mendoj që ishte i vështirë, kisha shumë emocione dhe më ishte vështirë në gjuhë, por të gjitha të thjeshta ishin. Unë nuk kisha fare emocione, më duk shumë i thjeshtë edhe kisha pak frikë, po më doli sepse ishte super i thjeshtë. Po, ishte shumë i thjeshtë. Mua më ngjati shumë i thjeshtë, nuk ishte fare i vështirë. E mbarova deri në fund të kohës, derisa ishte koha. Provimi ishte shumë i thjeshtë, nuk kisha shumë emocione dhe besoj se ja dole. Jo, më mjaftoi dhe edhe më mbeti dhe shumë. Ishte shumë i thjeshtë sepse për nivelin e ushtrimeve që kemi bërë në klasë ishte elementar. Emocione pata pak, por koha ishte e mjaftueshme. Kemi punuar me mësuesen, e kemi bërë gjitha ushtrimet dhe ishin dhe më të thjera se ushtrimet që kishim punuar. Emocione nuk është se kisha shumë, vetëm se mua vete që bënin personat e tjerë më bënin të dishonin. Përgjigjet e mia, por përsëri nuk besoj se kam dalë keq, mendoj se i kam bërë gjithasa. Testimi vlerëson njohuritë e fituara gjatë ciklit fillor dhe përfshi pyetje nga 3 lëndët kryesore: gjuhë shqipe, matematikë dhe dituri natyre.